praktike si që kanë funksionuar më përpara brenda Ministrisë Mbrojtjes, apo shefi shtabit përgjithshëm, apo personazhet të tjerë, kontratat e tjera, thjesht të marrin vendimin e gjykatës amerikane. Ta marrin, ta zhbirilojnë, të nxjerrin faktorët, si u bën kontratat, si u funksionuan, se tjera. Pra të zbresin nga jo, por unë e shikoj që të tjerë personazhe janë. Unë nuk e shikoj zotin Mediu të përfshirë në këtë pikë. Ai mund të ketë pasur, mund të ketë pas dieni, por Ministria e Mbrojtjes funksionon ndryshe nga Ministria e Brendshme. Ministria e Mbrojtjes ka një shef shtabit përgjithshëm që ka inventarin, siç del tani edhe te klubi Partizani, që kjo ka qenë pjesë e inventarit të Ministrisë Mbrojtjes, si u kaloi te Ministria e Ekonomisë, si u bë vlerësimi, etj. Pra janë disa elementë procedurial që janë anë teknike, të cilët ne do duhet shumë kohë që t'i themi. Pra unë shikoj pak që do të hajkon edhe gjithçka. Është dosje faktikisht e hetuar, është një dosje që kote koklavisin, edhe nuk e qojnë faktikisht në gjyq, nuk e qojnë gjyq thjesht dhe vetëm nga presioni që i bën politika dhe që i ka akoma të fuqishme duart politika e mbrapsht aktualja e sotme, sigur se dhe ajo e djeshmja vazhduese është, edhe këtu kam parasysh faktin që një dosje e cila është shumë e thjesht, domethënë edhe për ta provuar atë, e shumë e thjesht, sepse nuk është vetëm vendimi i gjykatës amerikane, edhe përgjigja nuk është edhe dëshmit e dy amerikanëve të cilët ishin ata pjesa kryesore e asaj lojës dhe ata erdhën për ta bërë atë trafikim, domethënë të armëve këtu në Shqipëri në fillim, nuk është thjesht dhe vetëm fakti që ky Kosta Trebicka i ka dhenë dëshmitë e tij edhe jo vetëm këtu, po i ka dhenë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që duket edhe dyshim vrasja e tij dhe ekspertët kanë nxjerrë tjetër marrëdhënie. Edhe përjedhoi, domethënë, me që ai dëshmia e tij ishte katërcipërisht e provuar dhe edhe nuk ishte nevojë për prova të tjera me atë zbërthim që ai bëri, qoftë edhe nën betim atje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, aq më shumë kur ke në dorë vendimin e gjykatës së Strasburgut për Gërdecin, që ta thot hapur këtë çështje, por në fund të fundit përgjegjësia penale e kryeministrit vendit, e ministrit drejtësisë të Shqipërisë dhe ministrit mbrojtjes të Shqipërisë dhe atyre që bën trafikun, Shkelzen Berisha, që ishte kryesori i kësaj pune, Deli Jorgji, që ishte kryesori i kësaj afere nga më të rëndat korruptive me pasoja kaq të mëdha vrasjesh në të, ajo është shumë e thjeshtë sepse Spaku në rastin konkret e ka, domethënë, për detyrë në akt akuz vetëm kaq të thotë: zotëri, pse e bëre Gërdecin këtu? Ku duhet ta çonje Gërdecin për të bërë shpërthimin për të bërë çmontimin e këtyre armëve? Sa kilometra larg duhet të ishte vend banimit? Nëse një shtëpi do të jetë e vetme 32 kilometër larg, ti nuk do ta bësh. Se është një shtëpi në 32 kilometra, duhet të jetë pak më larg se 32 kilometra ajo shtëpia që ti ta ndërtosh. Kurse ti e morë ndërtove në mes kryeqytetit. Pse e bëre një gjë të tillë? Që këtu duket domethënë nuk e bëre thjesht dhe vetëm për korrupsion, por ti i ke marr parasysh edhe që mund të ndodhe kasapana, si që ndodhi, edhe për të tëra ato vrasje tani, ti do të përgjigjesh për vrasje të cilësora që bëre. Edhe këta persona që unë ju thash juve, këta janë, domethënë, ata që e bën edhe aferën korruptive, për dhe vrasjet, i bën pikërisht këta persona. Deli Jorgji do përgjigjet deri nje, se u përgjigj për iqgje, Shkelzen Berisha për trafikun e armëve, edhe për vrasjen e Trebickës në bashkëpunim me ata që qoj si ekzekutor atje e shtjetri, Mediu ka përgjegjësi nga më të rëndat se me urdhër ti u vendos Gërdeci aty, po të ai të vendoste veton ai kur nuk bësh, ministri i drejtësisë, i cili i dërgonte letra Shkelzenit, i thoshte ta bëra këtë nderën, ty e kalova unë, në një kohë që s'duhet ta kalonte kurrën e kurrës, nëse nuk përputhej me këtë që thash unë, me këtë kriter ligjor që të ndërtohej jashtë qendrave të banimit, që të mos kishte asnjë lloj rreziku, dhe kryeministri që mori vendimet me vendim qeverie, bëri një gjë të tillë, e bëri këtë kasapan. Pra përgjegjësia është e plot dhe gjaku i tyre të 26-ve, gjaku i Trebickës,
gjaku i 300 tjerëve që janë invalid sot pa keme, pa duare, qorra e tjera me radhë, duhet vej në vend, duhet bëhet drejtësi në vend, se është krim shtetëror. Këtë krim e ka bërë shteti dhe shteti duhet përgjigjet deri